Në peqe ndalesa e radhës e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdigjiku, në ditën e dytë të fuqatës për balotazhin e 9 nëntorit. Abdigjiku tha se qytetarët e PE-s e duan punën. LDK-ja dhe kandidati i saj Gazmend Muhaxheri janë përgjigje e kësaj kërkese. Të dielën më 9 nëntor, Prishtina flet e para. PEA e Dugaxhinit i flet pas, bindshëm dhe qartë. LDK në krahët e saj do të marrë mbështetje të madhe qytetare. Dy festa në dy anë, sepse shfaqjet politike, fjalët e thata e vetë propaganda nuk përcaktojnë më fatin e njerëzve tanë. Kosova do zhvillim. Muhaxheri në raundin e parë doli i pari me 46% të votave. Në balotazh përballë ka kandidatin e vetëvendosjes Daulant Kelmendi. Muhaxheri, kryetari i PE-s, është zgjedhur më 2013 e tash po synon mandatin e katërt. Posti një tjetër kryetar komune synon mandatin e katërt. Sokolaliti Vitis në një adresim përmes Facebookut i listoi disa nga arritjet e 12 vjetëve të fundit. Në këto vite bashkë ndërtuam mbi 200 km rrugë, hapëm vende të reja pune dhe investuam në arsim e shëndetësi e domene të tjera. Rritëm ndjeshëm përkrojmë për bujqet, për grupet e marginalizume, për bizneset, shoqërinë civile, për mërgotën, për sportin, kulturën dhe studentët. Gjithashtu i përkrahëm edhe pensionistë. Besnik Osmani, kandidati i LDK-s për kryetar të Fushë Kosovës, një herësh në kryetar komune, të martën mori pjesë në një inaugurim të fillimit të punimeve për ndërtimin e një qerdheje në qytet. Osmani shkroi në Facebook se institucioni parafillor do të ketë kapacitet për 60 fëmijë. Ai hyn në këtë balotazh me barrën e ruajtjes së Fushë Kosovës si bastion të LDK-s. Komunë kjo që nga pas lufta se ka ndëruar partinë në udhëheqjen lokale. Në raundin e parë Osmani doli i dyti me 36% e votave. Përballet me Valon Prebrezen e vetëvendosjes që doli i pari me 12 tetor. Kryetari Dragashit e kandidati për një mandat të dytë Begjet Gjeladini, me anë të një videoje, i është drejtuar diasporës me kërkesën për mbështetje. Gjeladini në zgjedhjet e 12 tetorit mori 1181 vota me post, apo 18% të totalit të 6670 votave për të. Ai në balotazh përballet me kandidatin e PDK-s, Shaban Shabani. Kjo tregon se ju keni vlerësuar punën time 4 vjeçare dhe keni treguar për kushtimin dhe dashurinë e madhe që keni për vendlindjen. Në këtë balotazh shpresoj që të kem mbështetjen e juaj edhe më të fuqishme. Të nderuar mërgjimtar, ju lutem kur të pranoni zarfin për votim, votoni sipas procedurave të cekura në fletushkën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Eruq Disheu, kryetare kandidat edhe për një mandat në UNEK, njoftoi për ndarjen e 145 bursave për studentët. Në komunën me rreth 4000 banor, shehu doli i pari me 12 tetor. Në balotazh do të përballet me Agronkuqjen e AK-s. Do të mbulojmë shpenzimet e varrimit me 400 euro.